kanë harru shumica e banorëve që gjesti ka thyrë rekord. 1, 2, gjesti nuk ka ardhur nga Akademia Shkencave të Kosovës, as të Shqipërisë, nuk ka ardhur me tregu shkollimin e tij. Mila im, Egli shkoi në finale fal gjestit, nuk ka asnjë merit. Merita e saj është vetëm bërtima, histeria dhe përgjigje. Nuk mendon që është 50-50 Mila im? Tash urdhno? Nuk mendon që është 50-50 dhe jo vetëm meritë e gjestit, se kur ka pas vështirësi në dialekt ka qenë Egli aty që e ka ndihmuar. Që ka përkthy. Me terminologji e me çdo lloj gjaje, me të folme ka qenë aty. Unë po analizoj lojën në kanë vështrimin tim. Tani Sara duke qenë nuse e Kosovës ka pak më racional do kisha dashur me kon. Jo, do të kundërshtoj se është për të kundërshtuar. Po. Mos, domethënë trim shtrëmbër, të flasim drejt, ti po më thua që Egli nuk ka qenë një lojtar e fortë para hyrjes së gjestit. Unë mendoj që të gjithë ne e kemi ndjerë nga ekrani që momentin që ajo vajza është futur e para në shtëpi, mënyra si artikulonte, mënyra si e mbante veten, vetbesimi se si ecste, çdo lloj gjëje që Egli bënte, madje u transmetonte si fake, se kjo pas ka ardhur e përgatitur. Pra, aq e mirë ishte në gjërat që bënte sa u dukte fake. Unë mendoj që gjesti sigurisht që i dha një Kujtojmë këtu edhe raportin e saj me Xumin në fillim që ka qenë shumë i përfolur. Përpara se të kaloj aty, ka qenë një banore që është ndjerë që në momentin që është futur në shtëpi, që do të ishte një banore e fortë. Ndoshta ne që jemi ish banor kemi ndoshta një instinkt pak më shumë për t'i dalluar ata banorë cilët do të shkojnë deri në finale, por unë jam totalisht dakord që gjesti ka qenë një deg shumë e fortë, ku jo është kapur se Egli nuk ka pasur nevojë të kapi diku për të qëndruar, bie tek fjalët e Redonit këtu, por ka qenë një histori më tepër e cila sigurisht ka ngjallur dinamika, po ashtu edhe interes më shumë, por unë mendoj diçka. Një histori dashurie është marrëdhënie simbiotike, pra të dy marrin nga njëri tjetri dhe të dyve kjo histori u shërben për të nxjerrë anë të njëri tjetrit. Po aq sa ka përfituar Egli nga gjesti, ka përfituar dhe gjesti nga Egli. Amo pyetja e Hejdit ishte për shkurjen në finale, nuk e analizova lojën. Shkurja në finale është merit e gjestit, sepse ky e ka tërheq në terrenin e vet lojës. Pse lind pyetja? Shiko, unë këto marrëdhëniet njerëzore që krijohen në Big jam e fundit që dua t'i paragjykoj. Xumu nuk flas as në emrin tënd, as në emrin e Eglit. Unë jam e sigurt që të dy ju keni një anë të historisë dhe secili do dëgjuar, secili do vlerësuar. Unë vetë kam dalë nga një edicion ku jam paragjykuar jashtëzakonisht shumë, deri edhe në shkatërim imazhit të tmerrshëm, kështu që unë nuk kam guxim t'i vë fajin asnjërit as tjetrit, secili është ndjerë në mënyrat që është ndjerë. Ndonjëherë duhet t'jesh dhe atje brenda për t'i parë nga afër, për të ndjerë energjinë gjërave, ndoshta për të dëgjuar edhe Xumin, për të dëgjuar edhe Eglin dhe në fund për të dalë në një përfundim. Nuk dua të flas me absolutizma, sigurisht, të them Xumi e pati fajin, Egli e pati fajin. Sepse nuk dua t'i shkaktoj asnjërit atë që kam ndjerë edhe unë, por mendoj që po, në mënyrë ndoshta të drejtë për drejtë ose jo, edhe Xumi ka qenë një faktor për sa shumë është përfolur Eglit. Për mirë apo për keq, kjo le ta Po, shumë e qartë, shumë e qartë. Xumi, ke një koment? Si fillim doja të korrigjoja në lidhje me raportin mes meje dhe Eglit. Mes meje dhe Eglit s'ka pas asnjëherë asnjë lloj raporti. Ishte thjesht ajo që e shpreha unë aty brenda. Raporti është shoqëror, miqësor, nuk i vendosa emrin. Atë që përjetova ishte shumë e bukur aty brenda, a do ta përjetoja përsëri, nuk e di. Kam marrë etiketime të ndryshme që unë nuk i përkas absolutisht në asnjë lloj mënyre. Unë e di se i biri kujt jam, e di çfarë familje kam. Unë për